të një martese në Podujev u bën brëm për Spitali Hoxh, por as sot nuk ka marrë fund frika e tyre. Familja Vëndrit nuk bo guxor të kthehet në shtëpi. Nusja e mysafirët po shijonin ditën e grave në dasmën e Fitim Kastratit në Podujev. Çdo gjë shkoi mirë deri në momentin kur gratë e pranishme filluan të alivanosen një nga një. Disa nga mbi 50 dasmorët përfunduan në emergjencë. Një pjesë e tyre që besoi se psuan nga magjia e zezë shkuan në psikiatri. Me hongër veçunë është veç mund kish vet pa jetë 100 vetë që janë kanë veç ma shumë ata krejt me pavedije janë. E nusja që pati një sulm të tillë u dërgua për ndihmë tek një grua në Dumnic, që banorët i referohen si Hoxhënic. Vërtet ke vrima son kop kres shkënjëm në vjefja. E ka ke burrën e vet çështë, mi shkëlje. E o fejtëm ne ke mosëm çap